Biblioteka Thoma Turtulli në Korçë, që quhet edhe Biblioteka e Fëmijëve, ka shërbyer ndër vite për breza pafund që kanë shkuar e kanë marrë libra për të lexuar. Një bibliotekë e falur nga filantropi Thoma Turtulli për fëmijët e qytetit të Korçës, kështu duki dikur kjo godin, e cila sot e kësaj dite është pjesë e nostalgjisë së shumë personave që eksperiencën e parë në një bibliotekë e patën teksa hipnin në shkallët e kësaj godine që shërbeu për dijen e tyre, por sot, mbase të frustruar nga objekte që shërbejnë për ndërtime, mbase për të kërkuar sadopak vëmendje në rrjetet sociale, janë publikuar foto të kësaj godine që i përkasin realitetit, por që nuk thonë të vërtetën, komentet e rëndomta pa pasur informacion me gjysmë të vërteta, por fatkeqësisht edhe me gënjeshtra. Çfarë po ndodh në fakt me bibliotekën Thoma Turtulli në Korçë? E vërteta është se atje po kryhet një investim dhe gjithçka duket mjaft mirë. CNA mori informacion zyrtar nga Bashkia e Korçës. Burime nga ky institucion thanë për CNA se është një fond prej 250 milion lekësh të vjetra, i cili do të jetë një investim i plot për rikonstruksionin e kësaj godine. Një investim i cili nuk është thjesht vetëm një rregullim i fasadës apo çatisë, por i plot. Do ta kthejë atë bibliotekë fëmijësh në një godinë thuajse të re, e cila do të ketë edhe hapësira teknologjike, bibliotekën e fëmijëve apo vendet e hapura për lexim. Rikonstruksioni përfshin fasadat, çatin, dyer të dritare dhe gjithçka tjetër. Për kuriozitetin e spekulantëve të rrjeteve sociale, por veçanërisht për të gjithë ata që kanë ende kujtime dhe nostalgji nga ky institucion i kulturës, e mbase janë të shqetësuar se biblioteka e tyre nuk do të jetë më si dikur. Dyert e dritaret janë dërguar për restaurim të plot dhe do të rikthehen në gjendjen e tyre fillestare. Pra nuk janë hequr dhe nuk do të hidhen, por me përfundimin e plot të rikonstruksionit të godinës, do të rikthehen në vendin e tyre si dikur. CNA ka siguruar këtë foto ku tregohet qartë se dera ndodhet në një bango dhe po restaurohet për të rikthyer në gjendjen e mëparshme. Po bëhen pastrime nga boja e vajit, nga dëmtimet që mund të ketë pësuar ndër vite dhe do të kthehet dhe vendoset përsëri atje ku ishte, ashtu si dhe dritaret të cilat janë hequr. Aktualisht, një derë provizore është vendosur për të parandaluar hyrjet e pa autorizuara në brendësi të bibliotekës, ku puna vijon për çdo detaj të saj, teksa edhe zona do të rrethohet gjatë rikonstruksionit të plot dhe për të pavërtetat që shkruhen lart e poshtë në rrjetet sociale. Ky është një investim mjaft i rëndësishëm për fëmijët dhe për qytetin e Korçës, dhe në fund do të kemi një bibliotekë fëmijësh të re, të rikonstruktuar, e cila do të ruaj 100% identitetin e saj arkitekturor dhe gjithçka tjetër përfshirë dyert dhe dritare apo objekte të tjera që janë pjesë e kësaj godine prej dekadash, do të rivendosen pasi të rikonstruktohen për shkak të dëmtimeve që kanë marrë me kohën. Një tjetër xhevair për Korçën, një nga godinat më unike dhe identifikuese të qytetit, pritet të marrë formë së shpejti.